Të nderuar vëllezër besimtar, sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasim për një temë që ka të bëjë me rinin, si e kuptuan të rinj fenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe si po e kuptojnë të rinj sot. Rinia nuk ka dyshim se është tyrë e çdo ummetit. Pa rini nuk ka ummet, sepse ata që kanë qenë më herët, ata po rritën, po plakën, po vdesin, mirë po rinia është shtyrë e çdo ummeti. Nëse ajo është e shëndosh në besim dhe moral, shoqëria është e fortë. Nëse ajo devijon, pasojat janë të pashmangshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar shumë rëndësi rinis, duke i edukuar ata, duke u besuar përgjegjësi, madje edhe duke i ngritur si shembull për ummetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk do të lëvizin këmbët e robit ditën e kiametit derisa të pyetet për 4 gjëra, për rinin e tij si e ka shfrytzuar. Shënon Imam Tirmidhiu rahimahullah. Kuptimi i fesë tek të rinjët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte bindje e plot në Allahun dhe Allahut Azza wa Jall dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, feja për sahabët të rinj nuk ishte diçka diskutimi, a ta boj a mos ta boj. A ka kërku Allahu Azza wa Jall, a ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Edhe këtë shohim edhe tek pleqt e sahabeve, tek ata më të mëdhenj, ku kanë dëgjuar zbritjen e alkoolit, kanë thënë intehejna rabbana intehejna, i dhan fund ja Rabb, i dhan fund. Nuk thanë edhe çdo gota që i kena në dorë, ta festojmë edhe çet vitin e ri dhe pastaj vitin tjetër pendohem. Jo, ka zbrit ajeti i alkoolit, mini herë i dhan fund. Bilën thuhet në Medinë, i ka ardhur era alkoholik arpet derdhës që atë që kanë derdhë alkoholin, e kanë gjojtë mini herë. Po ashtu, edhe sahabët e rinj, çështja tyre, çështja e fesë, nuk ishte çështje diskutimi, apo për zgjedhje, po m'pëlqen, s'po m'pëlqen, por dorëzimi plot ndaj Allahut Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Nuk I takon asnjë besimtari apo besimtare të vërtet që kur Allahu dhe I dërguari I Tij të vendosin për një çështje, ata të kenë të drejtë të zgjedhin. Në atë çështje të tyre, kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai me siguri ka humbur. Ibn Kathiri rahimahullah thot, ky ajet përfshin çdo urdhër dhe ndalesë. Kush e kundërshton ka dalë nga bindja Allahut dhe të dërguarit sallallahu alaihi wasallam.